Autori i librit Faidul Qadir, Sharh al-Jami al-Saghir, al-Manawi, në vëllimin 2 të faqes 519, thot: shembulli i Ehli Bejtit të Fatimes, Aliut, dy bijve të tyre dhe pasardhësve të tyre, të cilët janë njerëz të drejtësisë dhe fesë mes jush, është si ai anijes së Nuhut. Kush hipi në të shpëtoi, e kush mbeti jashtë saj u shkatërrua. Kuptimi i krahasimit është se shpëtimi ju garantua atyre që hipën në anijen e Nuhut nga populli i tij, dhe po kështu i dërguari, paqja qoftë mbi të, ja ka garantuar shpëtimin ummetit të tij nëse lidhen dhe kapen fort me Ehli Bejtin. Ai i ka bërë ata mjet dhe urë për tek shpëtimi. Ky hadith përmban inkurajim për të pasuar dhe për të patur dashuri ndaj tyre Ehli Bejtit, për t'u kapur pas lidhjes së tyre, për t'i nderuar ata si falënderim për mirësinë e nderit që kanë dhe për të ndjekur udhëzimin e dietarëve të tyre. Kush vepron kështu, shpëton. Al-Manawi, Faidul Qadir, Sharh al-Jami al-Saghir, harfu Hamza, vëllimi 2, faqe 519.